Në mandatin e 4 kemi përcaktuar si pjesë të planit ton për infrastrukturën edhe rrugën e re Berat-Poriçan-Skrapar. Dhe rruga e re Berat-Poriçan-Skrapar do t'jetë një rrugë e cila do ta ngushtojë shumë distancën, do të rrisë shumë shpejtësinë e lidhjes suaj me jo vetëm Beratin, por dhe me Tiranën. Dhe ndërkohë në anën tjetër do të lidh Skraparin me Përmetin dhe kështu do krijohet një unaz shumë e bukur që do të sjellë shumë më tepër investime dhe shumë më tepër turizëm. Agroturizmi këtu ka filluar, siç thash, t'i japi shenjat e veta domethënëse dhe po shikoni me kryetarin e disa të dhëna kanë filluar të kthehen njerëz që investojnë dhe do të kthehen ende më tepër, jam i sigurt, edhe fal aksesit që do krijohet përmes rrugës së re. Por përtej investimeve që ne do të vazhdojmë, përtej punëve që do të vazhdojmë, vjen shumë mirë që kemi zgjidhur edhe çështjen e sociale të 1500 njerëzve këtu në Poriçan që ishin kontributor të industrisë ushtarake dhe nuk e di sa ju ka informuar kryetari, por jemi duke punuar dhe në kuadrin e rilindjes së industrisë ushtarake edhe kombinatin e Poriçanit e kemi pjesë të planeve tona. Jemi duke diskutuar me disa palë të interesuara dhe shpresoj dhe besoj që së shpejti do të kemi edhe rezultate nga ato diskutime, pasi duam që ta rihapim kombinatin në kushtet kur, siç e shihni, gjithë Europa është e mobilizuar për të krijuar më shumë pika prodhimi të industrisë ushtarake.